E kemi përmend se ka ndodhur një rast të cilin Allahu ja ka regjistruar në surën Nur, surja 24, lexohet i shtëpia nëse dëshiron me ditë detalet, apo në historitë e muslimanëve quhet ngjarja e shpifjes ndaj Aishës. Kur pejgamberi alayhis salam duke u kthyer për një lufte, thuhet se ka qenë në luftën e fisit Beni Mustaliq. Duke u kthyer prej luftës, ka ndodhur një incident me Aishën. Ky incident është bërë shkak i problemit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këtë ngjarje e tregon vetë pjesa protagonistja më e madhe e ngjarjes, pra roli kryesor i këtij problemit ka qenë Aisha radhiyallahu anha. Pra tani kemi dy palë të problemit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam si burr edhe pejgamber, edhe tjetra gruaja e vet, Aisha radhiyallahu anha. Ngjarja sillet rreth, domthon, tani e tregojmë shumë rezume. Ngjarja sillet, kanë qenë luftë, i ka hub qaforja Aishës. Aisha ka qenë e bartur në një dhomë të vogël në deve. Edhe është nal ushtria me një vend, edhe ajo ka dalë pa kallëzue. E ka morë duke e kërkuar qaforën e vetë. Kanë ardhur ushtria e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e kanë marrë atë dhomën e vogël, si lloj domthon mbulese për gratë, edhe e kanë vendosur në deve duke menduar se Aisha është aty, edhe kanë hec. Edhe Aisha radhiyallahu anha kur e ka gjetë qaforën, edhe është afruar të një pjesë e disa shatorave që kanë mbetë dhe e ka zonë gjumi. Pastaj ka ardhur një sahabi edhe e ka pa. Tani Aisha ka mbetë më larg, ushtria ka ecë më andej. Edhe këtë rast e ka shfrytzuar Abdullah ibn Ubay ibn Seluli për me saju dhe shpik se Aisha ka pas kontakt me qatë burrin, duke mos pas kur gjo fare me realitetin. Dhe kjo e ka bëhe Medinën të tensionuar deri në nivel shumë të madh, derisa e ka qetësu këtë punë shpallja. Kjo është rezumeja e ngjarjes. E neve na duam pak më shumë detale. Tregon Aisha, hadithin e Sahih Buhari kur dëshiron me kthir. Tregon Aisha, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithmonë kishte traditë që kur dilte në luftë e qitte short me zgrave të veta, kush po vjen me ta. Sepse ka pas pejgamberi sa traditë që kur del në luftë me morë dhe njënën për grave të veta. Thot dhe mëra shorti muë, edhe dola me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur dola, thot ka qenë koha kur kishte zbrit hijabi. Domthon kemi qenë të mbuluara, kemi qenë me mbulesën e ka kërkuar Allahu te bareke ve teala. Thot dhe gratë barteshim në një dhomë të vogël, e cila vendosej në kalin, në deve e kështu me radhë, simboles për gruajen. Kur e kryti pejgamberi alayhis salam luftën, edhe u afrua afër Medinës, dha leje që të pushohet. Që të pushohet. Edhe sicili po mirët me punët e veta, thot unë vetë si e çova dorën te gjyksi se kisha pas qaforën. Qaforë thjesht e ka vënë dorën, nuk o qaforja. Edhe thot u mërzita dhe fillova me e kërku qaforën. Qaforën. Thot dola prej asaj dhome, po e kërkoj qaforën. Kanë ardhur ushtria, e kanë kapat pjesën e dhomës, ka qenë ndërtuar prej drunjve. Thot Aisha radhiyallahu anha, nuk e kanë vërejt se s'jam aty, se jam kone holl, zaift. Nuk e kanë vërejt se nuk jam aty, po nuk e kanë vërejt se këtu s'ka njeri. E kanë vendosur në deve, edhe kanë hec devën, nga se devet hecin në grumbull, devet hecin në grumbull. Pas e tregon Aisha duke rrëfyer rastin e vet. Thot, fillova unë duke e kërkuar qaforën, e gjeta qaforën, edhe pastaj e gjeta një shatar dhe rash me flet aty. Edhe thash, kanë me më kërkue se jam gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, mbin fije dhe morin me veti. Dhe nuk e ka ditë se ka mundësi mi ndodh të lashe. Atëherë thot Aisha radhiyallahu anha, ka qenë shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam, e ka pas emrin Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Ky shoku i pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili në ushtri ka manovra. Ecë një pjesë
rri anësh një pjesë rri larg që të bëje kontrolla. Ky ka qenë nga të fundit, që e ka këshyr mos atë ndjek dikush pejgamberi sa e kështu me radhë. Thot edhe e pash Safvani. Kishte ardhur duke e kontrolluar gjendjen e muslimanëve. Kur mpa mua, tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahut jemi dhe te Allahut kena më kthyer. Do kuptimi se tani a kupton ai sigurisht e kanë ndje se po boni tash mpa çështu dikush ka me supozime, ka me ndje edhe ka me ndjell gjëra të këqija. Thot kur e pash çka tha, u mblova shpejt, e vesha hijabin, edhe hipa ndeve, edhe ai po çon devën. Unë e masatina që të më qojet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka fol as një fjalë. Këtë skenë tani, a e kuptoni këtë skenë? Aisha me Safwan ibn Mu'attal, kje ka rastis si kontrollues i ushtrijës, shok i pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Me veti ka gruin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kush nuk ka, larg janë ushtria tjetër. Apo tani vetë shiko, kjo ka qenë fitnë e madhe. Kanë pështu ndonjëherë edhe disa musliman, sikur që ka qenë Hasan ibn Thabit, shoku i pejgamberit alayhis salam, ka thonë çka bën një gruaje një burr vet? E kështu me radhë. Pra ka qenë histori e njohur e kanë përmendur dietarët e historisë në çështjet e tyre. Pastaj thot Aisha radhiyallahu anha, e foli kush foli dhe u shkatrua në çështjen time. Pra filluan njerëz me fol në akuzë ndaj meje. E rolin kryesor në akuzë e kishte Abdullah ibn Ubay ibn Seluli. Ai e kishte rolin kryesor. Filluan njerëzit me fol, thot mirë po unë ende nuk po ndi diçka që pejgamberi sa më është duke e shqetësuar, është duke e shqetësuar. Mirë po thot nuk e kishte atë dhëmshuri dhe atë dashuri që më ofronte më herët. Thot vetëm rrallë më thonte kejfe tikum, si jeni, kaq. është ftof në raport pejgamberi alayhis salam, mirë po nuk i ka thënë janë të fol njerëzit, kanë pas skenë, kanë supozu skenë, kanë akuzu me lafe me fjalë. Jo, nuk po fol asnjë sen. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha, mu më shqetësonte ky trajtim. A e pat për mësëm që akon me Aishën? A e pat që ke me dashuri e me respekt? Tani veç nuk ka thonë kur gja, vetë e ka ndru e pak raportin. Veç ka thonë si edhe ma ndes ka i kur gja. Thot filloj kjo me më shqetësue. Një ditë thot, për ditëve dola me nanën e Mistahit. Që ki Mistahi është kusheri i Aishës. është kusheri i Aishës. Që ki Mistahi ibn Etheth ka folë për Aishën. Ka folë për Aishën dhe ka morë ndëshkimin e duhur. E nana e vetë, një ditë për ditëve del me Aishën në kryrën e disa prej punëve. Edhe ajo nana e Mistahit po supozon se kjo e di çka të bëjë mohabet i saj. Edhe i thot një fjalë të ranë për djalin e vet. Fet nana Mustahit shlon do fjalë të rana për djalin e vet. Edhe i thot Aisha, si ki mundësi me folti për një njeri, edhe nësa djali jot, kur ai ka marrë pjesë në Bedër. Ajo ushtari Bedrit, zguzon ti me folë për ata. Atëri tha, po tja se di Aisha ka folë për tia. Po tja nuk e di Aisha ka folë për tyje. Tha jo nuk e di që ka folë për mua. Thot dhe unë e para kësaj Aisha, thot kesh pak e smut për nga natyra. Thot jo, çka tha? Tha edhe më filloj me më kallëzue. Se ngjarjen e Safanit e kanë bë ngjarje, e kanë bë akuz. Atër thot mushtu e mu e smuja. U ktheva te shtëpia, erdha te pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai nuk më shton te pos selamu aleikum, edhe si je, pik, kur gjo ma shumë. Thot edhe i thash, ja Rasulullah, a ka mundësi që kojtë të baba jam të nëna jemi? Tani, e di që ka diçka, si e tu kallëzu, asun që jam dhe dit, a që kojtë të baba jam të nëna jemi? I ka thonë për nësam, shko të baba jat, edhe të nëna jote. Atëre, thot Aisha, shkova të nëna jemi, edhe i thash, oj nëna jemi, janë të folë njerëzit diçka. Pra ka kërku këshill prej nanës vetë. I ka thonë nana vetë, qëtësoju, bia jeme, ka thonë se është normale një grua e re dhe e bukur si ti, sepse ka qenë Aisha ndër gratë më të bukurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
dhe e ka një burr me nam si i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka dhënë është normal dikush me lëshu akuza, o xhelozia në pyetje, apo ajo ka menduar se tani gruaja ka supozuar kështu më radh. Thot Aisha radhiyallahu anha, fillova kur shkova te nana ime me çajt. Çaj një nat, e çaj dy nat, e çaj tre nat. Thot derisa provojsha me kajt me lot, s'dil ke loti. U harxova ke. Prej të çarës së madhe se çka ka ndodhur me mua edhe raport me pejgamberin alayhi salatu wassalam. A mund ta paramendoni vëllezër? Një burr tani ta supozojmë kështu. Në për botë, kur ju ndodh sultanave, mbretëve, apo kësi ngjarje bëhet temë e botës. Ka mundësi shkarkohet ai, ka mundësi jep dorëheqje, ka mundësi mundohen me amlu skandale, e kështu me radhë. Andaj Allahu xhelalu e ka treguar ngjarjen e Jusufit se ai princi, çka gruaja vet ka dashur me marrëdhënie intime me Jusufin, alayhi salatu wassalam, e ka treguar Allahu xhelalu nëpërmjet ngjarjes së asaj gruaje dhe atij mbreti se në Egjipt kanë bizotruar te mbretërit, dhe juthllëki, që janë konë xheloza. Kur e ka marrë vesh ai burri e asaj gruajes se kjo ka provu me Jusufin, kjo ju ka shlu Jusufit, çai ka thënë, shuj, mbloje. Çe kaç? Staghfirili dhembik, kërko falje dhe mbloje. Mirë po pejgamberi alayhi sallam kush është? Është prisi ketë njerëzimit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Aisha, vazhdova, sumzik e gjumi, ka isha vazhdimisht derisa usmuna thash, sigurisht ka mendruar jetë. Dhe shpresa ime vetëm ishte që Allahu t'ja tregon në ëndër pejgamberit alayhi sallam se jam e pastër. Si ka shku menja se zbret Kur'an. Kur'an dhe ti kur lexon Kur'anin, sevap edhe shpërblim, edhe meditim, edhe udhëzim, mrena surës Nur e ki ngjarjen e Aishës. Andaj thot Imam Nevawi rahimahullah, kush e akuzon Aishën radhiyallahu anha në nderin e saj, ajo kafir me pajtimin e kitë muslimanëve. Që nëse njëri thot, valla una alas jam shnosh për kësaj pune, tamam shnoshu nuk je musliman dërsa shnoshesh. Kur shnoshesh atë në fen Allahu te bareke ve teala. Thot Aisha radhiyallahu anha, i thiri pejgamberi alayhi salatu wassalam Aliun edhe Usame ibn Zeidi. Zeidi ka qenë djali të cilën ka rrit pejgamberi alayhi salatu wassalam në formë adoptimi. E pastaj Allahu ja ka shfuqizuar adoptim që të di dhe nana e sicili prej njerëzve. Thotë thiri Aliun edhe thiri Usame ibn Zeidi. Edhe i pyeti. I tha Usamës, a i muhabet? Tha po. Tha, a ke pa diçka të dyshim të gratë e mia në konkretisht të Aisha? Tha jo, ja Rasulullah. Tha, nuk di keq, as sherr, as dinakri për grave tua. E sidomos për këta, për rasin çka janë të folë. Kjo ka qenë përgjigja e Usame ibn Zeidi. Usame ibn Zeidi domethënë ka qenë si lloj nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka thirr Aliun, edhe ka pyet, ka thënë, çka mendon ti? Ka qenë konsultimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë Aliu radhiyallahu an, dhe Aliu për nga natyra domthonë nuk ka dash tani të detale ka ndodh, ka dash t'ia lexojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thënë ja Rasulullah, Allahu s'ta ka ngushtuar ti, ki gra tjera. Domthonë tani s'ka nevojë me hi detale, imcira ka ndodh, a nuk ka ndodh, pra lëshoje rrirat për asajna ki grat e tjera. Këto janë dy burra që i ka konsultu. Pastaj ka thirr dy gra për mi konsultu a kanë pa diçka të dyshim. Për grave që e ka thirr një shërtore, ka pas emrin Berira. Ka pas shërtore në shtëpinë e Aishës radhiyallahu anha. Edhe i ka thonë, oj Berira, a ke pa diçka që të ka fut në dyshim për Aishës? A kuptonin sa siklet është pejgamberi alayhi salatu wasalam? Sikleti më të madh. Nuk ka pas për mësam maran, se që kaq. Për mejnë atje kërë kemi folë për këtë rast, në veçanti tash nuk është rasti i jonë këtu veçanti, kanë dhënë dietar ky rast ka qenë tentativa e funit me rrëzu pejgamberin alayhi salatu wasalam si pejgamber. Se nëse sipas munafikave i dilte që gruaja vet, hasha wa kella, ka bo amoralitet, pra ti si e pejgamber se gruan e kilavire. A kuptoni sa e rënë kon? Shumë e rënë kon. Andaj Aliu ka thonë, ja Rasulullah, mos u merr shumë me këtë punë, shloje ki gra tjera. Apo ka qenë trajtimi i Aliut, jo kundër Aishës, po në kuptimin që mu tash
domthon mu ka ranu pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk do më mor me këto imcime. I ka thënë Berira, jo wallahi, pasha Allahun, i cili të ka qu me hak, s'kom pa kur të Aisha diçka çka më shtin dyshim. Rregull. Pas sallallahu alaihi wasallam, e cila ka qenë Zejnebia, e bia Gjahshit. Edhe ka pyet pejgamberi alayhi salatu wasallam, i ka thënë, o Zeynep, a ke pa diçka dyshim te çështja e Aishës radhiyallahu anha? Edhe shikoni këtu, Aisha ndurhin, thot, e Zejnebia ka qenë gruaja më rivale e imja. Asnjëri që ka mbas gale që ma merr pejgamberi sa më shumë në zemër. A Zejnebit i kum, so kon Zejnebi me fis të madh. U kon prej fisit të pasur. Edhe u kon më e mira mas Aishës radhiyallahu anha, dhe e përmendëm dorën më të gjatë apo në sadaka. Thot Aisha, mas shumti që une kum ju ndrujt, kum thonë që shtash kjo e shfrytëzon rastin edhe apo se rival, ortake. Thot mirë, po e ka rujt Allahu xhelel xhelaluhu Zejnebin me takvallokun e saj. E kur i ka pyet pejgamberi alayhis salam, i ka thonë, a ke pa diçka? I ka thonë, ja Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khayra. Ka thonë, une ja Rasulullah peruj veshin tem edhe peruj sinin tem. Pasha Allahu, kur ketë s'kum pa. Me gjithë se konë ortake, edhe jonë shty me Aishën, pra cële është ma afer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjithata nuk ka fol. Atëherë, me këto 4 dëshmi, pejgamberi alayhi salatu wasalam ndërton se gruaja vetë është e pastër. Ende s'ka zbrit Kur'an. Edhe hip minber. Edhe ju thot njerëzve, o musliman, ja ma'shar al-muslimin, o musliman, cili pi juve po ndihmon që ta kthej hakun e gruas time kundër një njerit i cili lëndimi i tij edhe mundimi i tij, ai për ditë ka mundu, tash kam ri mundimi i tij në familjen time. Ato mundu në familje, ma ka shpall grujen lavire. Thot pejgamberi në hutbe, vallahi nuk di për familjen time pos hajr. E kanë përmend një njeri që ka nejt me ta, Safwan ibn Mu'attal al-Sulami, ka thënë dhe unë për atë njeri nuk di pos hajr. Pos e ka shoqëruar gruën time se e ka gjetë rastin që ka qenë në histori e njohur. Atëra është quë një sahabe i cili ka pas emrin Sa'd ibn Mu'adh nga Medinasit. Edhe i ka thënë, ja Rasulullah, tregona, kush o bërqolli? Ka thënë, darabna unuqa, e sosmi këtë punë me shpat. Nuk ka punë hajgare, se është punë pare, punë deri. Ka thënë, kur ka të zo, ne e sosna këtë punë me shpat. Ka thënë, nëse është prej familjes e usi, pika o jam une, e sosi vetë. Si tjetë pi fisit tjetër, thuj dikuj tjetër pi këtënve, në ta sosa i punë. Atëherë, qohet një sahabe tjetër, i quajtur Sa'd ibn Ubada, edhe i thot, tja e ki për qëllim Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, ka tha vallahi së në prekni. E qëtu ka ndodhë konflikti. Atëherë, do në tash konflikt, mbi konflikt. Ka ndodhë Sa'd ibn Ubada, ky ka qenë shok i pejgamberit, që ky Sa'd ibn Ubada, që ky ka reagu, ka thonë jo, së në vrani. Ky ka mendu, që ky Sa'di, që e ka mbrojt ibn Selulin, ka mendu se dikush i ka boj iftira ibn Selulit, se ibn Seluli po akuzohet pa drejtësisht, se i ka bo akuz pa drejtësisht Aishës. Ky është ibn Seluli i pastër, ky ka pos dost. Para se me arë mësëm Medine, janë konë dostlar. Kur ka arë mësëm kanë hinë në Islam, kanë hinë të ditë në Islam. Sa'd ibn Ubada s'ka pas idenë se ky ibn Seluli ka hinë aktrima të bo. Ka menu që është i sinqert, sepse munafikat nuk njëhen me emra me mbi emra. Apo? Dhe pejgamberi e ka pa të trajtu mirë. Pika i bek i munafik, mësëm sillet mirë me ta. Ibn Seluli djalin e ka pas djalë sinqert. Djalë sinqert. Aq i sinqert u kanë djalë ibn Selulit, munafikit më të madh, sa që ka shkuar te mësami ka thënë, ja Rasulullah, si dush mu mor vesh me babën tem, se unë e di se jam munafik ki. Ka thënë, mos i thuj doni tjetrit me sos punën. Unë e sosi. Se ka thënë se s'ma ban mua me pa vrasësin tu shtarkulluj lirshëm. O si duhet me ekzekutu këta ekzekutoj vet. Apo si transparencë ka pas sahabët e mësam. Atëherë qohet një sahabët tjetër, Usaid ibn Hudayr, shok i mësam dhe zotni i ensarëve. Këto janë kokat njerëzve. Edhe i thot Usaidi,
Saad ibn Ubades, thot wallahi ti kanë munafik, mos i pidel mbrojtje munafikave. Ti apo shase, për mëson po lip ndim kundër këtij njerit, ti qohesh e mbron këtë njeri. Kur ja nisin duke u rrok në mesveti sahabët, atëherë për mëson i thot lena. E ul këtë punë, e çetson këtë punë, pra shlon pe në hakun e tina alayhi salatu wassalam. Atëherë vazhdon Aisha me tregue, thot unë vazhdova te familja ime çdo natë si e zakonshme, pa gjumë, çajtme, derisa thot nuk dilte lot, sprak shalot. Kur njëri keni pa çan shumë, nëse çan me orë, pastaj provon me ça, s'del loti, sepse dehidron. S'ka po, harxhohet, sidomos ka qenë edhe e smut. Atëherë thot erdha një ditë për ditëve të duke qenë mas një mujve, thot unë e pritësha mos pi kallzon dikush pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se jam e pastër. Një ditë për ditëve thot erdh pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe po fol me mua. U ka ul edhe pi thot o Aisha, ka ardhur kështu për ngjarjes. Domthon pe ditë çka po bëhet muhabeti. Ka thënë nëse je e pastër, do të pastrojë Allah. Ka me kallzu Allahu se je e pastër. Pastaj ka thënë, nëse të ka shku mendja për gjuna, kërko falet e Allahu. Bani istighfar te Allahu, sepse Allahu kur robi ja pranon gjunahin, ja fal gjunahin. Atëherë thot kur e bani këtë moment, thot mu mushtua ala ma shumë vaj. Mu mushtue ala ma shumë vaj. Edhe i thash Ebu Bekrit, ato tash këtë familja e ranu këtus, kur kush dish ka me fol, ato po shuj, për mësëm i thot, që këtë fjali? Tha i thash babës tem, përgjigju. Baba em tha, Ebu Bekri, shka të përgjigjën, s'disha me fol. Tash pejgamberi Allahut, autoriteti më i lartë, qika e vetë, e dhimsh me sa dush, po tash oforku shumë ranë punë e të në, apo? Pasta i ka thanë, nanës vetë, përgjigju. Apo s'ka pas çka mu përgjigj. Atëherë thot Aisha, unë isha e re, edhe isha e mërzit, edhe isha e bindur në pastërtinë time. Thot, edhe nuk dita çka mi thon. Po si thash, unë juve s'di çka mi thon. Po ju ka drejtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam babës vet, nanës vet. Ka thonë shiko, unë juve s'di çka mi thon. Po si i ka thon baba Jusufit, djem vet. E ka haruar emrin që baba Jusufit e ka emrin Jakub. Se në mërzi harohen gjëra. Në mërzi harohen gjëra. Ka thënë baba Jusufit, fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Ka përdor ajet Kur'anor. Ka thënë Jakubi alayhis salam kur e kanë pruë lajmin si ka ndru jetë Jusufi, pra e ka hangër uki rrejshëm, ka thënë sabër i mirë. Ç'a më bë? Ka thënë Allahu është ai për të cilin kërkohet ndihma për atë çka ju për rrëfeni. Për atë çka ju për rrëfeni, pastaj thotë ja ktheva, domthon, shpinën në anën time, duke pushuar dhe duke vazhduar gjendjen time. Pastaj thot Aisha, unë në veten time e kam zënë më të ult, pra me pozitë shumë të ult, që Allahu xhelel xhelalu të zbresë Kur'an në çështjen time. Thot nuk kanë kaluar pos për pak kohë, vetëm se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke domon prap ka ardhur te shtëpia e Aishës radhiyallahu anha, thot dhe e kapi ajo çka e kap në shpallje. A kush e di më së miri çka e kapi mëson kur e kap shpallja? Aisha. Thot e kapi ajo, thot unë e dita se aty ardh shpallja. Thot dhe kur i vinte shpallja mbulohej njerëz sikur kur vnon xherdan në qaf. Apo shkëlqen nga djersa kur i ka ardh shpallja. Thot kur ju largue, nëse për mësam, kur i ka arë shpallja, sigur është hum. Pastaj është kthjell, edhe e ka lexuar çka ju ka shpallë për janës Allahu te bareke ve teala, thot kur ju largue ai mundimi, thot filloi me qesh. Edhe gjëjen e parë çka e tha pejgamberi alayhis salatu sallam, tha përgëzo oj Aisha. Përgëzo oj Aisha se të ka pastruar Allahu. Të ka pastruar Allahu, atëherë nana vet i ka thënë, i ka thënë Aishës, falenderoje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mor fund kjo ngjarje se të ka pastruar Allahu te bareke ve teala. I ka thënë Aisha, jo pasha Allahu. S'qona mi thon kur kujt na falenderit,
pos Allahu te bareke ve teala I cili ka zbrit pastërtin time. Atëherë e lexoj pejgamberi alayhi salatu wassalam fjalën e Zotit xhel xhelalu në surën Nur, ku thot Allahu te bareke ve teala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Thotë Allahu te bareke ve teala, ajetet janë të gjata, mos I lexojnë të gjitha. Thotë Allahu xhelalu, ata që e pronën iftiran, ata që e pronën akuzën, ata që e sajun akuzën nderin e Aishës, janë një grup mbrana juve. Janë një grup mbrana juve. Dhe shikoni këtë përpikmëri. Edhe këta e kanë thujë disa dietar zgjidhje problemit pa kriju problem 3. Shumica e njerëzve të nderuar xhamatlik, kur I sosin problemet, çka bëjnë? Pim problem, e sos një, ja bie tjetrit mini ardhi problem tjetër. Apo pejgamberit alayhi salatu selam I zbrit të shpallje dhe mënyrë për të kry problemet në çfarë forme? Pa kriju problem tjetër. Tani, kur tha Allahu xhelalu ala, ata që e kanë shpif këtë ngjarje, janë një grup I juve. Nëse thot dikush, pse se ka kallxuar me emën? Pse se ka kallxuar me emën? Se kish ndodh luftë. Se kish ndodh luftë. Pejgamberit alayhi salatu wasalam ma vonë ka kallxuar me emën. Çi kjo munafik, çi kjo munafik, çi kjo munafik. A kuptoni çka munafik valla? Në njëri rri me të vra ku ti mrije gjendja. Mesh me gjet një rast, që aja mërmenja, dvras, edhe kur kush në më hip në qaf, aja ka provuar. Andaj shpesh ka provu me vra dhe me mbyt kanë provu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam munafika. Kanë bë plan, kur dalë që ati, na dalmi që tu e vrasna. Allahu xhelala ka rujt. Nëse do dikush pse s'ka kallxuar me emën, sikur kam plot çet, thot, unë me emra kam çep, për kanë tu fol. Jo, Kur'an nuk e ka këtë metodologji. Metodologji e ka Kur'ani, e shpalon të keqën, çtoa dikun. Apo, na kul forna për të keqën, çtoa, jani thot për kanë ekip për qollim. E dia çka është I keqi, apo si cili pineve. Çka thot Allahu xhelala, dhe Sara nuk kanë. Sara nuk kanë. Sa ka pas nevojë mi thon, çe kjo. Apo edhe me e shujt atë problemin tjetër që u rrokën sahabët, mi thon ka dalë. Mi thon Saad ibn Ubadës, çe ti të mbrojt për një munafikin. Tha Allahu xhelala, jo. Është një grup brenda juve. Apo andaj mësonu me metodologjinë e Kur'anit. Të këqijat, mos njëri thot, unë e dua me ditë valla me emën me emën, por nuk shkon ashtu. Nuk shkon ashtu. Se ka mundësi ai përmirësohet. E kur I dihet se ka pasën emrin, pastaj ti vazhdimisht e di se ajo kanë pjesë e problemit. Andaj tha Allahu xhelala, ata janë një grup I juve. Mos e menoni sharr për juve. Bile khair ka me dal kjo. Bile ka me dal khair. Thot Allahu te bareke ve teala, si cili ka me marr hisën e gjunait të shpifjes. Ai I cili ka prik sajna ka me marr dënimin më të madh. A çka interesant? Krejt që janë ndoshkuar në dunjë për këtë shpifje, kanë qenë muslimanëve, domethënë dopt. Ta çujna kushtimisht raport mes sahabët e mëdhoj. Çiki I pari se ka gjetë kurrë. S'ka hangër, as shkopi, as kamxhik, as kurrë. Për shpifje. Allahu xha ka thënë, e kjo Ibn Qayyim el-Juzeyri thotë, disa njerëz nuk e kuptojnë këta. Ata mendojnë se dunja si ta merresh dëshkimin, apo me dënu me parë thotë, e ka djeg. Ngojeni djeg me tjetër. Tha Allahu xhelala, ai I cili ka prije. Ata na kanë me dënu. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyri, sikur kur I thot mbreti, për shembull, ndoshkon ata kriminal, e thot ata lema mua. Kur I for thot lema mua ata. Para më kur thot Allahu lema mua ata. Allahu ka me laçë. Ka lloj forma me dënue. Apo ka pas sahabët e pejgamberit, çdo shohim rastin tjetër. Ju ka thënë lema sta mua. Ai ka pshtuar në dunjë, po s'pshton në ahiret. Andaj nëse na pshton në pikë kësaj dunjaje, nuk shkojnë në ahiret. Elusmi Allahun që Allahu na ndihmon në dunjë dhe në ahiret. Kjo ka qenë prej rastin e ka treguar Aisha radhiyallahu anha. Çka përfitojnë pikë kësaj? Ka shumë mësime të ndëruar vëllezër, e do të mundohemi shumë shkurtimisht, nga se dëshirojmë të përmendim disa prej rasteve tjera të problemit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para që pejgamberi sa ka marrë në këtë ngjarje, cila ka qenë mënyra e shkallëzimit dhe gradualitetit. Ka dalë, ka prit. S'ka morë një vendim. Ka thonë ta kriju nëse s'unë duroj që mos ta morë, jo, ka dalë. Është punë nderi njerit, është punë nderi gruas vet, është punë nderi familjes vet. Pra, mënyra e pa që pejgamberi alayhi salatu wasalam marr
metodologji për ta rregulluar këtë problem, cila ka qenë ngadalësimi. Ka prit nesër, mas nesër, një muaj. Apo Aisha disit kur gjonë zvëresha, pos veç më dheke selamu aleikum, a je mirë, kaq. As afrim, as diçka e cila ka mundësi me, do më thonë, me di që une, a ka problema jo, por një ftofje e vogël. Mësimi i parë cilë jo, gjithmonë kur ki problem, me bashortën, musugut, prit, leje nesër, thuja e fola nesër këtë muhabet. Se kur je i nëzet ka mundësi marrë vendim, apo andaj, shtyje për pak ma vonë, shtyje si ti ftofët ajo, ftofët shejtani, vjen format tjetër, apo ka mundësi ka problemi i vogël, ti ke minut të madhë, nesër thu, apo kur gjas ka ajo. Andaj, shikove jësëm, than, e ka përdor metodologjin e ngadalësimit. Ka dale, ta këshyri, si po esin sejnët, apo, a është orvatje fuqishme, a orvatje vogël, se e ka prit, ka mundësi jetë veç Ibn Seluli me rrethën e vetë, ota është ashtu dhjetë që neve në akuzojnë, mirë po kur ka fillua jo me ardhë të sahabët e ndershëm, atër ka morë problemi për masa. A da e për jësëm, prej gjërave të para që i ka përdor, ka qenë nga dalësim. Prit. Jo i thotë, unë së bajsa për miliard du me eksos problemin. Ka mundësi e ngatron ma shumë. E prish ala ma shumë. E ngatron ala ma shumë, ngarkon vetën, e ka mundësi edhe djetarët me t'i pru mos në të zgjidhin ata. A da i ka dale, gjithmonë problemin bashkëshortën, prit pak. Se për mësam, shiko, edhe kush ka qenë? Burr shteti, pejgamber, komandant. A që sot veç pejgamber. Allahu gjëra shpallin e ka ngarku atina. Me shku fjallë e Zotit Gjelluara në vend. Me gjitha ta ka thonë, ka dale, s'ka problem, e hecim ma ndej. E dyta, që për mësam e ka përdor në menaxhimin e problemit, cila ka qenë, për mësam nuk ka shkue atë shka e ka nije në rrug apo jashtë në qytet, me njerë mi a shku mi a bartë grujës vetë. Jo, pse? E ndës ka morë, do më thonë, në gjarja, fuqin e vetë, që ka ba? Kanë thënë djetarë, apo, do më thonë, kur ka problem njeri ju, qarë duhet me bërë? Një isharet vogël që ka një defekt, apo, jo me morë me njerë konferenca me bërë, jo me njerë me morë rolin e prokurorin, edhe gjikatë, jo, kada, me njerë jo, jepja një shenjë, apo, jepja hakët në vend, mos i banë zullum, që ja kitë në vend, jepja një isharet vogël që diçka s'është në rregull, e çka s'është në rregull, po tash kena më e parën. Asaj vetë se ka ditë çka do ndodh sallallahu alaihi wasallam. Apo ata e ka pyet Ali, e ka pyet Tamën, e ka pyet Zejnebin, e ka pyet atë shërtorën Berirën, pse nuk e di çka do. Shpallja ka rregulluar këtë punë. Shpallja ka, andaj thot Aisha kur më tha, a si të ki shku mendja diçka, kërkoj istighfar. Thot më plasi vaj ala më shumë. Kripo të pafajshmit kur i thu helbet e ke bë, ala ma shumë e rënë. Apo, disa, kur ti je i pastër, edhe dikush thot, a di shka, ani, helbet ka shku mendja, ala ma shumë e rënë. Apo, a da i qka morë për nga mësam në zgjidhjen e problemit, ka dale edhe e ndryshoj sjelljen. Nuk morë diçka të madhe prej reagimeve të fuqishme. E treta, prej rregullimit të problemeve, cila ka qenë, ajo që ka quajnë dietarët, konsulti, këshilla, mbledhja mendimeve të tjera. Pejgamberi alayhis salam është i drejtuar pi Zotit. Ai kontrollohet prej Allahu xhelalu ala. A dhe shpesh Allahu te bareke ve teala i ka zbrit ajete për gjëra që si ka pa njeri. Për shembull ka ardhur Ibn Umi Maktumi me pyetje me një pyetje, në atë vakt janë kanë do të mëlloj aty, edhe sikur u ka ranu me mëson pikti, muezin e ka pas, edhe sikur ka thonë lëmbe pak rahat, apo? Ai se ka pa i verbur u kon. Allahu që ka zbit ajet, abesa wa tawalla. Umrol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai se ka pa rolat. Mir Allahu që ka reagu. A kupton tani? Një, do të them drejtohet piçillës, drejtohet pe Allahu te bareke ve teala. Xhibrili rrim prit. Apo melaçet rrim prit. Megjithatë pejgamberi sallallahu zgjedhi që problemin ta zgjidh me mënyra toksore. Për çfarë arsye? Se sikur t'ja ke zgjidh Xhibraili, sikur t'ja ke zgjidh Allahu te bareke ve teala në kuptimin, domethënë ai me pasnis, unë s'marr vendim çe Allahu më jera sos. Jo. Sa atëra na shkësh më thon, kur kena probleme, e kur zgjidhen probleme, çka kishim më thon? Po aty ka zgjidh Allahu, mu s'pas zgjidh. Jo, më sa shkojnë në mënyrë toksore. E thiri Aliu.
e thiri Usamën, e thiri Zejnebën, e thiri Berilën. Çfarë thanë dietarët? Kur çdo herë ka njeriu problem, le ta thirrë dikan pak më të mëshëm. Le ta thirrë dikan pak më të mëshëm. Pse? Sepse njeriu, domthonë, edhe kur e thirr dikan i cili on pozitë më i ulë se ai. Tash, nëse e supozojna, pejgamberi Berilja, kush o Berilja ka krahas pejgamberit, kush o Usama me pejgamberin, kush o Aliu me pejgamberin, ai pejgamber kjo sahabe. Megjithatë, ka mundsi një ide, një mendim, ka pa diçka, s'ka pa diçka, ja çel fotografinë më të pastër. Andaj çdo herë në problem, vetë dikan. Shiko, ende se ka inkuadru mrena. Nëse nuk e ka thirr dikan, hajde ti unë e bi, ai shu këtu ti jo. Ka vetë për i larg. Andaj zgjidhja e problemeve bëhet duke vetë dikan më të mëshëm. E cili o problemi te na? Të njëherë ka njëherë, për shembull, na o xhallar të kena këtë problem, vjen e ka sosa i me gruën e vet. I ka da këtë, çështu e baj, çështu si ja baj, çfarë do të thotë, mu kanë gatru këtë. Pse s'vet çepin fillim? Pse nuk vetë çepin fillim? Allahu xhelala e ka bëu dietar për çfarë? Për të këshilluar. O xhallar janë për të këshilluar, ama kur për të këshilluar? Çka thonin mjekët në Covid? Po na vin 15 ditë. Ai ka provu me çajra me barra vet mushnosh, pastaj ka shkuat 15 ditë. Ti shkon xhenazë atë. Apo e pastaj çka thonin njerëzit? Pi vrasin o xho. Ki ka zbulu pi vrasin o xho. Jo, s'po të vrat kërkosh, po ke shkue i dekt. Ai s'u ndan gjallë frimën. Apo supozimisht neve ja çon hoxhës ti problemin e sos. Ti e ke bë problemin xhenazën mo. Çamë a mi frinja, s'frinjet ajo mo. E kur zgjidhet problemi? Kur ti ala është i frest. Ala është i njohën problemi, e shun, ja këput rajt. Po kur ber flak, s'ka mundësi mu ka, s'ka mundësi mu shujt. Kur një zjarë është ba me vite, kush ka mundësi me ta shujt? Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu wasalam, mini herë mor konsult. E veti këta, e veti ata, vetë dikan, që e njeh për matmeqëm. Apo e jo gjithmonë, shiko, kjo është problematika e njerëzve. I ka disa njerëz, gjithmonë njëti njëri e vet. Shkat, aj, edhe për doktor, e vetë ditë e thotë, ki vllavi e di ki. Nëse është për politik, ki thotë e di. A jetë, ki e di. O së mune me vlla ketë, dikush mi ditë një njëri, apo. Shiko me nësëram, as Ebu Bekrin se ka thirë, as Omerin se ka thirë, as Othmanin se ka thirë. Pse mi thirë këto? Nuk mundën me ma kry qëtë punë që ka unë jam tash siklet. Pse mduhet berirja. O dhe zra, kuptën që ka berirja? Berirja një zmeqare. E njëni thotë, në këtë siklet e ka thirë berirën. Pse? Sepse kanë thotim në Hajar Asqalani, leha khususije. Ajo mundet me ditë diçka qëtë. Ajo ka hin, ka dal. Andaj, në problem me kanë më këshilue, me atë qka e di. Apo, jo, vinë të hoxha, qka me pi për Covid? Gabim e kije, që tërkuni dush më drejtu, apo me vetë doktorin që shë që kja jetë, që të thoja e? Që s'ka shka me thonë, dhe du të mi drejtu këto punë, sepse problemi maj madhi muslimane cilë është përzirja e fushave. Shko në vetë dikan, s'ka idej me ata. A vetë pëse shkruun ajë në Facebook, nuk e bana jo kompetent ata. A në ta shkejt shkrujna, kësi të salike në ka një telefon. Si salike në ka një telefon. Po kjo nuk në jep neve fare të drejt për para Zoti Gjeli Gjelali. Asti të drejt nuk në jep. A da i përmësam e mur formën e konsultimit. E katërta. Cila është, ka thanë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk kanë nxit më njëherë në problem, nëse problemi është shumë i madh, me fut palë të reja në konflikt. Qa do më thonë kjo? Për shembull, kiti problem me gruën, që ka pas për mësam këtë rast problem me gruën e vetë, është akuzuar, apo çka do më thonë futja e palëve? Futja e palëve do më thonë kështu, sa të ndodhe një problem me zburit dhe gruës, me njërë në vetë ajo, apo kemi njërë dikant tjetë, kada. Nuk futët me njëherë, sepse duhet pak natyra e raportit me zburit dhe gruës vetë më drejtuar. Se nëse ti mësohesh sa me thirr dikant tjetër, atëherë ai tjetri ka me këshir me drejtu në bazë interesave të veta, jo në bazë interesave tua. Për shembull, shpesh herë supozimisht të zbresim tokë, sa prej nanave u aprishin harmonin çikave të veta, duke qenë ato nuse në shtëpi të huaja. Mo nanës thot, mos të shkelin. E ajo të thonë mos të shkelin, ajo e merr atje rolin e komandantit. E kur ta morë nusja rolin e komandantit, e brish shpirë. Atëherë më nuk jetë ajo nusja, atëherë një nanë mas e drejtor, ajo veç kukull. Andaj ti e shep plot për i nuseve, nuk janë vetja, s'kan gjevap më njëherë. Takshiri, thot ma, qka të mënë këtë takshiri?
Mos e fut minjar. Një thot, po nanë kam, po nanë ki, po se nana jote nuk e ka këtë burr. Ti e ki burr. Mos e fut minjar, se e prish punën. Mundohu burrin me trajtu burr, edhe burri me trajtu gruajet vet. Zgjedh, a di kur thirret pala tjetër? Kur mrin s'ka më. O shtu diskutu talaki, o të diskutu prishje e familjes, atëre edhe ata me qëtësi. Njëherë thirrën ndarës, apo duke arrujt nana e qikës interesin burrit, edhe duke arrujt nana e burrit dhe baba i burrit interesin nusës vetë si arrujt qikës, apo? E pse ndodhin këtë probleme, vëzër? A dini pse? Sepse futën palë. Kur ka ba nusja akt me burrin, aty shkruan 1 dhëndri filani, 2 nusja filanja. Nuk ka shkujt në klapa edhe nana najherë. S'ka nana këne? S'ka nana këtu. Janë 2 palë aty. Andaj, mos e fut palën e tretë. A di pse mos e fut? Njëri thot, po nana e kam. Nana ki të respektoje për nanë. Banja izmetin për nanë. Mos e fut. Shumë prej probleme. Vallahi, kjo nga praktika, tani nuk kemi për me ka zu detale shumëta. Shumë prej problemeve. Zbulohen. Thot, po nana eme më tha. Problem, bure gruje ka nërë, hoxho, dojnë mu da, me 3 fëmijë. Që pse mu da, Allah? Kur e këshirë, mas pari problemja kot e kot. Ka problem, këtu probleme kemi problem zinaje. A ka zu për zina. Kjo punë rana. Apo, mirë po, se ban qaj në vakt. Flem shumë. Tash, njëri thot, unë si jam mësu në traditën teme me flet shumë. Po ta në madhe kuptoje, ti e një gjenerat tjetër, këto janë gjenerat tjetër. Mundoju si prind me kuptu se standardet kanë ndruhe. Njëri thot, si mësë qohët statë kur gjo për kësaj gruje. Po qishme kur gjo? Si ka mundësi mund kanë kur gjo? Tash njëri thot, po si mësë mundoju me kuptu edhe nusja, edhe gruja, let mundohet me kuptu palën tjetër. Qa të mundon palën tjetër? Kuptoje se këtires që vjenë mirë, apo? Andaj, pika e 4, që pejgamberi e përdorin në menaxhimin e problemit, nuk i thirë minjar, bema këtu babën tanë, e ta sos e punë. Këtire në nënto, jo, pse? Sepse ku të përzijën shumë palë, aj njën interesin e vetë, aj tjetër interesin e vetë, kjo interesin e vetë. Shiko, Allahu Gjelaluhu, kur t'jep ti nasihat, mani men, kur t'jep Allahu nasihat, veç interesin ta në këshirë. A vallahi për të betona në Zot, edhe nana jote, edhe baba jetë, kur t'jem nasihat, vallahi edhe interesin e vetë e këshirë. Njën thotë që ishbe baj loqë po edhe loqën e vetë e ka pak. A baj loqë ka ama edhe vetën. A mund të thonaj, valla vetën se do, e do vetën. Ajo ta jetë një nasihat, ngrimë ca të vogla, nëse ja shlojmë ato, do më thonë, me milimetrat vogla, kime pas aty është edhe një qefi vetë, edhe një interesi vetë. Pse? So është njeri, mos e fut palën e huj, leje drejtohet problemi vetë. Tjetra, prej gjërat se di ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në menaxhimin e situatës, cila ka qenë menaxhimi me dialog. Ka shkuar te shtëpia e nanës vet, edhe babas vet, kur i ka dhënë leje, apo edhe këtu ka vëzë shumë sime. Çdo fjalë Ibn Hajar al-Asqalani, një arbitrar komentatuesve më të mëdhoj të Sahih Buharit, e ka mbush komente me mësime. Po tani nuk është koha dhe nuk e kemi temën në veçori këta. E pesta ka dhënë dietar dialogu. Ka shkuar te nana vet, apo te shtëpia e babgjyshit, kushtimisht me termat tona, edhe u të bëjë muhabet me Aisha. Edhe ka bon këtë muhabet, që i ka thonë, oj Aisha, të kam rriqa po folët, nëse je pasër Allah të pastron, nëse ke bo diqka, apo të ka shku mendja, atëre kërko fali prej Allah të bareke vë tjara. Sa është edhe nësishëm dialogut, në rove të dialogu. Njën i thotë, unë me grëndim e dialog, ajo mendim, s'ka mendim ajo, ka be vla mendim, ullu fol. Qështë e sheti këtë punë? Apo, unë jam të pa problem, unë e pesho problem. I thu gryës tanë, unë e pesho këtë problem. Fol, kalzo, lirshëm, diskuto lirshëm, shkarkoju prej kreta gjërat sa të ki mundësi. Tja, a e shek këtë rast, kur ka ardhë, për mësam ja ka thonë këtë fjalë, a e shek ka këti shpingën. Ju ka thonë, qëtë ju thamë une? Unë mi ju thamë që janë e pasër, ju shumë besoni. Ju i kini morë akuzat, dhe tash ini tu orbita silët rreth atyre akuzat, dhe ka këti shpingën, ka njës me kajtat. Nuk i thamë mësam, qysh pak të dibu shpingën? Unë jam burri jotë, unë jam penga. Normalus, është ka problem. Monira e dialogut. Qa të më da monira e dialogut? Ndodhë problemi, ullu. E para tham leje nesër, e dita vetë di kanë meqëm, tani fol, thuj, unë e pesho qështu, valla e pesho që këtë punë gabim. As për një ati tanë, as për një ati kurkujna, po du me hec puna jeme me ty, mirë po, që tu s'jam i knasë. Ti si peshe këtë punë. Apo,
Dhe mos hezitojë njëri për burrave me bë muhabet me gruën e vet. Sepse jemi rrit ndonjëherë me tradita të gabuara. Cila është traditë e gabuar? Thot, çka mundet me më kallëzua ajo? Ka shumë me të kallëzuar. Pejgamberi alayhis salam në një prej luftrave të tij, kur anis në Umra, kur ka bërë marrëveshjen e Hudejbjes, edhe o dash mi kthi sahabët pi para Mekës, a mund me paramenue, ti me shku deri në Mekë. Pak para se me hin Mekë, ndodh një problem, thonë, mas, s'ka me hije. Çështja e kanë bërë pejgamberi, s'ka me hije. Sahabët në ihram, Mekën e kanë bërë pinalt. Ktheu, çish mu kthi? E pejgamberi ka thonë kthenu. Ato kanë rezistu. Që e Mekë e Rasulullah, im Mekë. Jo, kthenu. Ka qenë Seleme, njëra prej grave tjera, pejgamberi sa. Edhe ka hitë nervoz, ka thonë, unë ju them kthenu këtë s'kthehem. Unë ju them qeth nuk të s'qethëm. Ço se këtë punë? I ka thonë greve, ka thonë ja Rasulullah, mendimi jam. Thirrë ti berberin, e të qethë ti, ose ato të qethën, mësën. E ka thirë, mësën, ka thonë, ideja mirë, apo, ka da mësën me ka thirë berberin, publik, para ketve, i ka thonë njësa qethën, sepse qethë ka qenë që u kri, s'ka omra. Atëherë sahabët ka thonë, u kri, ja nisi i pari mu qethë edhe na, deri se ka në transmetime se, tu u qethë për nervozës, i kanë prej kryet. Që më berberi, të e qethë për nervozë, ky nervoz që s'ka hin Mekë, edhe ky nervoz s'ka këshirë hiç. Janë të këput kryet. Mirë po, shiko gruaja vet, ka thonë, hajtë provoje qështu. Shash njoni, tash më shkojnë ekstremitet në thotë, e po mbasi kana mirë, ashtu është jam të gruaja, çka të më thoje? Jo vëlla, askne maje mesin, cili o mesi. Këshirë është ka po thotë, qëtë do një filterat fjallë, vetë edhe dikan tjetër. Apo, mos shko vetëm me të grusë, edhe mos shko vetëm me tekat e tua, menaxho, përzije, sa më e përzier, fryti del ma i mirë. Kjo ka qenë prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej mësimeve që i kanë nxjerrë dietarët dhe me këtë përfundojnë këtë ngjarje, ka shumë mësime vëllezër. Mbi 70 mësime i kanë nxjerrë Ibn Hajar al-Asqalani përse koha nuk na permetton. Prej mësimeve është durimi dhe mos hidhnimi me idhnimin e grujës. Donjëherë ndodh me pas problem. Edhe me mëson pat problem. Kur i tha nana e Aishës, tha, qu mas i zbriti pastrimi, minderit. Nana, qikës vetë, nusës për nga mësëram, qu thuj për nga mësëram faliminderit. Tha, jo, vallaj, si tham. Hiç si tham, veç Allahu ti tham faliminderit. Tash, a e kupton? Pak, si tham ti faliminderit. Nuk u nërvëzu për nga mësëram, e mor me qetë. Dë njerë, dush me duru, ta shlon një fjallë. Shpesh herë vallaj ndodh probleme, më paraqet problemin, edhe i thot, du me lëshu. Por çka do me lëshu vëlla gryën? Ma ka thonë një fjalë, thot, s'dorohet ajo. Kur ta këshilla fjalë, kur gjojëç? Kur gjojëç si ka thonë? Apo do? Ka shtesë, ka kërkuar, janë normal do shohim. Apo, andaj donjëherë e lëshon në fjalë, tranon diçka, duroje pse? Sepse nuk ka një jeta pos me durim. Andaj mundojo me të i kalu dhe një të lashtë dhe sënë ajo ka mundësi me e pa matë mosë qa. Dhe për nga natyra, sot dhe psikologjia dhe mjekësia e ka vërtetu se gruaja ishe detale që ka si ishe burri. Por shemu, në shpe, e keni pa. Një në dikun, por shemu në kuzhin. Ja vretësinin grujës. Ti eshe kuzhinën gjungull. Po këtë mirave? Ajo jemi normal, qështë do këtë ti mirë? Ajo një gjelpan me mungu, do me pa në vendin e vetë. Qështu mëre ka kriju Allahu Gjelluala? Ti s'mush me dalë piksajla. E tani, ajo nga natyra kështu, por shka kështë për këtë formë, ka mundësi edhe në gjëra tjera, detali kapët për ta. Kapët për detale. Por jo ma, ajde, ka përcej, se të shumë mu kapë për gjithë shka. Te do detalin ajo. A e keni pa gra, që sot, për shumë kër i përmenin, për zbavitje. Burat, edhe pësa është tash në tabiat grave, kena hiket, Allahu inshallah na përmirëson të gjithve, 10 gra folin për një herë. Ti hi thu, a janë të umorë vesh barëm? Ketë mi a nuk është tu, për nga mesame ka pas tradit. Folti. A e kryte, po, të është lemë mu të foli. Kryti, folti. Ato këtë folin, 20 gra, folin, ti thu, a njana ka zonë kësaj, ma betaj qëtëri ka zonë, qështu janë të marum ato musumun, do me ndryshu, pranoj e ban e kabul qështu, Allahu e ka bo makhluka qështu. Qështu i ka bo. Andaj e shë për shemull, fëmija i rria saj, 100 herë i kanë, ti mundo me gjy për balkoni, ajo thot hajde me nanës tu. Pse? Ti s'detro, ajo duron detalin. Kështu ka kriju Allahu Gjelluala natyrën e femrës. Kjo ka qenë prej metodave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.